Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me lëngun e kësaj lule do të shpëtoni një herë mirë nga këto probleme shëndetësore. Kamomili është përdorur që në lashtësi për të trajtuar probleme të ndryshme shëndetësore, me radhë duke filluar nga ankthi dhe deri tek dhimbjet e stomakut. Ai njihet gjithashtu si një nga përbërësit më të mirë në çajrat bimor. Përse e përdorin njerëzit kamomilin? Kamomili konsiderohet si një bimë e sigurt dhe ajo është përdorur në shumë kultura për shërimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat janë të lidhura pikërisht me stomakun si edhe si një sedativ i lehtë. Disa studime kanë treguar gjithashtu se kamomili i kombinuar edhe me bimë të tjera ka përfitime shëndetësore. Një produkt i përgatitur me kamomil dhe ilaçe të tjera bimore ka rezultuar i mirë për lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, ulçërës, të përzierave dhe të vjellave. Një tjetër përzierje me kamomil duket gjithashtu se ndihmon bebet që vuajnë nga dhimbjet e barkut. Një shpëlarës goje me kamomil mund të trajtojë plagët në gojë të shkaktuar nga trajtimet për sëmundje të ndryshme. Disa studime sugjerojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në gjendje të tjera si diarrea tek fëmia, hemoroidët, ankthi dhe pagjumësia. Kur përdoret gjithashtu në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë me acarimin e lëkurës dhe shërimin e plagëve. Disa studime kanë dokumentuar se mund të jetë po aq efikase sa kremi me hidrokortizon për ekzemën. Sa kamomil duhet të merrni? Nuk ka ndonjë dozë standarde të kamomilit. Studimet kanë përdorur rreth 400 deri në 1600 mg çdo ditë në formën e kapsulës. Forma më e zakonshme është çaj, kur njerëzit e konsumojnë 1 deri në 4 filxhan çdo ditë. Për të përgatitur çaj kamomili, tretni lule kamomili në ujë të ngrohtë për 5 deri në 10 minuta ose bustina çaj me kamomil. Pastaj konsumojeni atë kur të ftohet pak. A mundet që të merrni kamomil në mënyrë natyrale nga ushqimet? Lulet e kamomilit janë një përbërës tepër i zakonshëm për çajrat. Ato përdoren gjithashtu si aromatizues tek ushqimet dhe pijet e tjera. Gjithashtu, kamomili është një çaj të cilin e përdorim të gjithë kur kemi nevojë për qetësim dhe relaksim. Ai është një bimë me lule tepër të butë dhe të bardhë e cila qetëson, relakson dhe qetëson stomakun, por edhe shumë më tepër. Në vend të parë janë sigurisht problemet me stomakun, të cilat kamomili i zgjidh brenda pak çastesh. Çaji i kamomilit përveç se e përmirëson tretjen, ndihmon edhe në eliminimin e të përzierave të mëngjesit në shtatzani. Fashat me kamomil munden që të përshpejtojnë shërimin e plagës. Nga ana tjetër, kamomili përdoret për këtë qëllim qysh në kohërat antike. Me që ka shumë veti anti-inflamatore, kamomili gjithashtu mundet që të zbustë edhe ëndjen dhe pa frikë ju mundet ta përdorni atë në zonat e ndjeshme rreth syve. Kamomili ka veti antioksidante dhe ndihmon edhe në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, ndërsa në anën tjetër mundet që ta ngrejë atë në rast të hipoglykemisë. Nëse keni probleme me hemoroide, kamomili duhet të jetë diçka që e konsumoni rregullisht. Ai do t'ju stabilizojë ritmin e jashtëqitjes dhe në qoftë se i shpëlani vendet me dhimbje, kjo do ta zvogëlojë dhimbjen. Kamomilin ju mundet që ta përdorni për dhimbjet e menstruacioneve, problemet me gjumin në raste të sëmundjeve të lëkurës si ekzema dhe psoriaza dhe madje dhe si një preparat për shpëlarjen e mëngjesit. Si të përdorni lëngun e kamomilit për flok të shëndetshëm dhe plot shkëlqim? Kamomili është një nga bimët më të njohura në të gjithë botën për shekuj me radhë. Kjo jo pa arsye pasi lulet e bardha të tij janë të pasura me vlerë dhe aromë të mrekullueshme.
Në përdorimin e gjerë është i njohur në formën e çajit për konsum të përditshëm, pasi dhuron qetësi dhe njëkohësisht relaks për trupin. Është prezent në çdo shtëpi dhe njihet si një nga mënyrat popullore më të famshme për të qetësuar dhimbjet apo inflamacionin. Krahas të gjitha këtyre vlerave që i dhuron organizmit, kamomili mundet të jetë shumë i dobishëm edhe për flokët tuaj. Tek shëndeti i flokëve, kjo bimë e vogël mund të bëjë mrekulli në dukjen bukur të tyre, ashtu edhe në rritjen e shëndetshme. Në qoftë se ju dëshironi të keni flokë të gjatë dhe plot shkëlqim, ktheni sy tek çaji kamomili që me siguri e keni në shtëpi. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa përdorime të shpejta të kësaj bime të mrekullueshme, e cila gjithashtu mundet të përdoret për shëndetin e flokëve tuaj. Vlerat e kamomilit për flokët: lufton në zbogthin. Çaji i kamomilit ndihmon në zbutjen e skalpit të irrituar të kokës duke hequr edhe zbogthin e tepërt. Rrit flokët. Elementët antiseptik që gjenden tek kjo bimë largojnë qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat mund të ngecin në kokën tuaj. Në këtë mënyrë flokët tuaj do të kenë mundësinë të rriten sërish të shëndetshëm dhe të shkëlqyeshëm. Heq maja dyshe. Përdorimi i shpeshtë i kurave me kamomil do t'i bëjë flokët tuaj më të shkrifët dhe do të largojë maja të dyshe. Për flokë me shkëlqim, kamomili bën flokët tuaj të duken më të verdhë dhe të shkëlqyeshëm pa i dëmtuar ato. Si ta përdorni? Vendosni një tenxhere të vlojë në zjarr të lartë me 2 deri në 3-4 gota ujë për disa minuta. Më pas, shtoni tek uji 6 buzëtina çaji kamomil ose një tufë mesatare kamomili të freskët. Ujin ju mundet që ta mbushni në varësi të gjatësisë së flokut që dëshironi të trajtoni. Keni parasysh që për çdo gotë ujë ju duhet që të shtoni 250 ml ujë dhe 2 buzëtina kamomil. Lëreni të ziejnë për 10 deri në 15 minuta dhe më pas hiqeni tenxherën nga zjarri. Nëse keni përdorur kamomil të freskët, kulloni ujin në një vend të pastër ose thjesht hiqeni buzëtinat e çajit. Lëreni të ftohet për disa kohë dhe vazhdoni që të lani flokët me shampo siç bëni zakonisht. Në fund të dushit, kur flokët tuaj të jenë të pastër, shpëlajini me çajin e kamomilit që përgatitet më parë. Siguroni që të jetë i ftohtë në mënyrë që të mos ju djegë lëkurën. Më pas thajini flokët si zakonisht. Tashmë lëkura juaj dhe flokët tuaj do të jenë të shkrifët dhe plot shkëlqim. Këtë trajtim mund ta përdorni sa herë që lajeni ose minimumi 2 herë në javë. Gjithashtu, kamomili në anën shëndetësore ndihmon me pagjumsinë. Çaji i kamomilit është përdorur prej shumë kohësh për të trajtuar pagjumsinë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigeninë, e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë të pastura me antioksidantë dhe ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet dhe toksinat. Ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil i ndihmojnë kockat që të riparohen. Gjithashtu, kamomili mundet të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mundet të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktimit të estrogjenit. Ndihmon me ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes. Duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi, ju mundet që të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe njëkohësisht nervozizmi. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.